Me që se përmende kryeredaktorin ton Admirin, unë e di që ju keni pasur një histori interesante në periudhën e studimeve, me veturën. Do me thënë, na e trego këtë histori, qka keni bë ju me atë veturë derisa keni shku në fakultet? Qka është qka të veçantë? Kanë qenë kushtet tjera, nuk është si tani, se cili ri, se cili re ka veturën e vetë, ka kushtet e veta. Dhe unë Admiri ishim, udhtonim prej Shkupit në Tetov, punonim dhe mbrëmje vazhdonim studime. Dhe një ditë nuk ishte, jo, të gënjeva, ishte e shtunë. Dhe vendosëm, thash Admir, thash bashkëshorti ma dha veturën, ishte një veturë e vjetër, si gjithë familja që ishte veturë. Edhe unë Admiri, unë nisëm me atë veturë për Tetov. Dhe Admiri më thot, mojto, kjo vetura jote, si ajo vetura e mamlit, inspektorit, vetëm kambat sa s'na kanë dalë jashtë. Ne u thuam gati 2 orë për në Tetov me atë veturë, po Tetova ja ku është. Edhe u thyem edhe 2 orë të tjera dhe na mbeti vetura. Do të shkojmë me atë veturën e mamlit, apo do të vazhdojmë? Ajo vetura pas ka mbet kështu histori. Edhe mandej unë kisha vajza që është tani në fakultet, më rastis ke shumë shpesh ta marrë me vete, ishte 4 vjet e gjysmë, dhe njëherë me Admirin, me Admir s'kam ku ta la vajzën sot, se bashkëshorti punon të këtu në Ansat, tash unë duhet pa tjetër, tash ta marrë vajzën Erionën me vete, ishim ditë provimi. Dhe Admiri tha shumë mirë, tha merë, tha se a jemi të përgatitun, as jemi për provimin. Tash të përgatitun, jemi, thash edhe Eriona do të në ndihmojë pak. Shpëtimtarjen Erionën e morëm në provim, ne kishim mësuar, ishim student shkëlqyshëm me Admirin, që të 2 vjetë që i morëm të merituara, dhe ndoshta pikrisht ajo marrja Erionës në provim ka ndikuar që sot Eriona është e shkëlqyeshme në fakultet. Ndoshta edhe mund